Në një ceremoni të organizuar nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit, në ambientet e Muzeut e Mingjiku në Prishtinë, u ndan licencat për udhërrëfyesit turistik që i kanë përmbushur kriteret e parapara ligjore dhe profesionale. Këto licenca janë simbol i profesionalizmit, përgjegjësisë së cilësisë së shërbimit që synojmë ta ofrojmë. Qëllimi jonë është i qartë, ta bëjmë Kosovën një destinacion gjithnjë më të besueshëm, ku vizitorët marrin shërbime profesionale dhe njohin historinë, kulturën dhe trashëgiminë tonë në mënyrë autentike. Ndërkaq përfituesit e licencave u shprehën se certifikimi i tyre përbën një motiv shtesë për të ofruar shërbime profesionale dhe për të kontribuar në zhvillimin e turizmit në vend. Është privilegj që me përfaqësu Kosovën si guid, po aq më shumë tash që edhe jemi licencuar nga Ministria e Turizmit. Po unë punoj si guid që nga 2010 edhe do me thonë gati 16 vite kemi prit që me pas licencën, po e dim nga që Kosova ka qenë vend pas luftës edhe me pavarësinë, kështu që prapë se prapë ma mirë vonë se sa kur. Ne jemi si udhërrëfys ndërkombëtar, do me thonë kombëtar faktikisht, që përfshin gjithë Kosovën. Po ndjemi shumë mirë se kjo është një datë vetëm për neve si udhërrëfys turistik, po është gjenerata e parë në Republikën e Kosovës që kemi mbrojtje institucionale, jemi të licencuar ligjërisht. Fatkeqësisht jemi vendi i fundit në Ballkan në këtë proces, po fatbarësisht se jemi licencu guida shumë profesionale, cilët besoj që do ta mbrojmë me nder dhe dinjitet dhe do ta përfaqësojmë në mënyrë më të mirë mundshme shtetin tonë të Kosovës. Ceremonia u përmbyll me ndarjen simbolike të licencave, të cilat u japin udhërrëfyesve të drejtën për të ushtruar profesionin në përputhje me standardet dhe legjislacionin në fuqi.